Ta shpelqim kabllën tokë, cilën kabël konsumatori ka duke e keq përdorur energjinë elektrike. Informatat inteligjente tregonin për vjedhje të rrymes në një tjetër rajon, atë të Gjakovës. Ekipi special në shoqërimin e njësive speciale të policisë së Kosovës nisi drejt bizneseve për cilat ka dyshime se po vjedhen rrymë. Ekipi nisi drejt Gjakovës teksa ndalën në një hotel i cili dyshohet për keq përdorim të energjisë. Sistemi ka mundësuar kecit që për shkak të obligimeve ta shkyqur masin nga sistemi elektrik, por informatat janë se objekti ka rrymë edhe kur energjia e tij është ndalur zyrtarisht. Te konsumatori janë një sort vendosur smarta, të cilët janë të shkyqur nga distanca, por konsumatori ka energji elektrike, tash të shohim ka kabllën, që është duke e keq përdorur. Pronari i hotelit, derisa kishte të shkyqur ormasin nga distanca, kishte instaluar një lidhje direkte nga shtylla elektrike për të furnizuar komplet objektin me rrymë. Energjia që shpenzohej nuk faturohej, pra keq përdorej. Në minutat e parë, ekipi specializuar për gjurmimin e vjedhjeve arriti të identifikojë burimin e keq përdorimit të ky konsumator komercial. Hypëm me korp të shohim ç'është stata. Kjo është kabli që. Domethënë që kjo është kabli që dyshohet që e furnizon brenda, lidhje direkte, që ty e keq përdor energjinë elektrike. Zyrtarët e kecit, pas identifikimit të burimit të vjedhjes së rrymes, angazhohen për ta eliminuar keq përdorimin. Ata ngjiten lart në shtyllë për ta kputur kabllën e cila përdorej për ta vjedhur rrymën. Konsumatori tash ka bën kyçen në mënyrë ilegale, duke vjedhur energjinë elektrike përmes kësaj kablle. Cilën tash do të çkyqëm, edhe të lëshojmë në tokë. Ekipi specializuar i kecit për gjurmimin e vjedhjeve arriti të dokumentojë dhe të eliminojë vjedhjen e rrymes në kontrollin e parë në një hotel në rajonin e Gjakovës. Ta shpelqim kabllën tokë, cilën kabël konsumatori ka duke e keq përdorur energjinë elektrike. Si zakonisht, të gjitha gjetjet në terren evidentohen në proces verbal dhe konsumatori do të procedohet penalisht për të përballur me ligjin.